Gratë e fisit Himba lahen vetëm 3 herë gjatë jetës së tyre, kur lindin, kur martohen dhe kur vdesin, sepse Namibia mbahet si vendi më i thatë i Afrikës. Madje fisi Himba është më i thati i botës. E megjithatë, gratë e fisit Himba cilësohen si gratë më të bukura të Afrikës. Në fisin Himba, uji është më i shtrenjtë se floriri. Gratë e fisit Himba lyen me një lloj balte për të ruajtur nga insektet dhe nga parazitët. Burrat e fisit Himba lahen një herë në vit, kurse gratë lahen me avull, futen në një dhomë të ngrohtë dhe me avullin ato lyejnë gjithë trupin dhe fërkohen që të heqin bakteret. Disa shoqëri të huaja kanë hapur disa puse në gjithë Namibin, por mafia i kanë nën kontroll. Ndonse ju duket paradoksale, fisi Himba nuk e pranon të huajt, madje qëndron larg prej tyre, sepse nuk kërkon zhvillim, por kërkojnë vetëm që të rrinë në paqe, pra mos të ketë as kontroll